i cili qëndroi në podium edhe në momentin që është hedhur lënda lëndët plasës e ndeze në drejtim të kryeministrisë, siç është tashmë e ditur, e mbyll fjalimin e tij dhe qëndron me flamurin kombëtar. Atje deri në momentin që policia ka reaguar duke hedhur ujë edhe në perimetrin ku ndodhej podiumi ku ai po qëndronte dhe më pas është larguar nga protesta, ndërkohë që shohim pikërisht jemi në pamje të drejtë për drejta, duket se ka një moment stagnacioni edhe protestuesit as po afrohen përpara kryeministrisë për të reaguar, por as po largohen prej saj, ndërkohë që forcat e policisë janë të përqendruara. Një protestë e cila ka ngritur shumë pikpyetje nëse do të kishte çadrat instaluara, nëse do të kishte një çadër tjetër, nëse do të ishte një protestë, por me sa shohim është në sintoni me protestën e 24 janarit të thirrur nga Partia Demokratike. Dhe ajo që ka theksuar zoti Berisha në fjalën e tij ka qenë që do të jemi vetëm me protesta paqësore, vetëm me protest, revolt paqësore. Thotë zoti Berisha, mund të arrim të rrëzoj me Edi Ramën. Engeleta Mema, gazetarja jonë ndodhet atje dhe po e ndjek nga afër. Po Leda, si është dinamika e zhvillimit të këtij momenti të protestës? Një pjesë e protestuesve vijojnë të qëndrojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një pjesë janë në pjesën përballë, janë të shpërndarë në të gjithë bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërkohë një pjesë tjetër janë të vendosur në hyrjen e kryeministrisë në pjesën anësore të saj. Kanë mundur të heqin të gjithë rrethimin me hekura dhe ndërkohë thjesht po qëndrojnë. Në këto momente makina e cila shpërndan ujë nuk po rrehet ujë mbi protestuesit, përveç se dëgohet thirrja e policisë në autopërlan që kërkon largimin e protestuesve dhe mos depërtimin në brendësi të kryeministrisë. Deri më tani nuk është se ka një lëvizje të protestuesve apo një përpjekje të tyre për të depërtuar në brendësi të kryeministrisë, thjesht po qëndrojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pa kryer asnjë akt tjetër përveç thirrjeve Rama ik, nuk ka përpjekje për të hyrë në brendësi të kryeministrisë, nuk ka as bomba artizanale që hidhen në drejtim të kryeministrisë. Në këto momente, qytetarët me mjete rrethanore që ju gjenden, bidona apo mjete të tyre që i kanë marrë me vete, i hedhin drejt policisë. Edhe policia nga ana saj nuk përbën një lëvizje për mëtej për të shmangur protestuesit. Ndryshe nga protesta e fundit e 24 janarit, vetëm ujë ka patur, sot nuk është hedhur deri më tani gaz lociellës. E qartë. Burime bëjmë në dje për Euronews Albania që do të zhvendoset protesta përpara parlamentit, ashtu si kurse dhe protesta e mëparshme. Megjithatë le ta ndjekim këtë zhvillim hap pas hapi. Për momentin, me sa shihet protestuesit janë, le të themi, me surës së Dajtit dhe kryeministrisë, Leda, apo jo, nuk ka tension, nuk kuptohet, duan të konfrontohen me policinë apo thjesht po. Janë shtuar forcat e policisë, Mirela? Po, Leda. Në këto momente janë shtuar edhe forcat e policisë që janë në krah të kryeministrisë, aty ku zakonisht bëhet dalja e mbledhjeve qeveritare. Kanë ardhur më shumë forca policie, të gjithë të pajisur me skafandra dhe me të gjithë mjetet e nevojshme për të bërë ballë numrin e protestuesve. Tashmë dhe protestuesit janë afruar pak më shumë drejt hyrjes anësore të kryeministrisë. Megjithatë, nuk duket se ka një përpjekje, është Gazmend Bardhi, i cili po i drejton protestuesit që të largohen nga hyrja kryesore e kryeministrisë për të zhvendosur në një tjetër vend, me sa duket duhet jetë kuvendi ndalesa e radhës e protestuesve, siç duket dhe vetë protestuesit po i bëjnë shenjë policëve që qëndroni të qetë, nuk kemi arsye për të depërtuar në brendësi të kryeministrisë dhe të gjithë protestuesit tashmë duket që po largohen drejt parlamentit, aty ku do të zhvendoset protesta, njëjtë siç ndodhi me protestën e fundit kombëtare të Partisë Demokratike që protestuesit u ftuan
shkuan në një tjetër vend për të protestuar. Si E duket qartë. edhe nga këto pamje të drejtë për drejta, Po. tani më mbështetësit e Partisë Demokratike po largohen. Gazmet Bardhi është njëri nga njerëzit i cili po drejton protestuesit që mos të bëjnë përplasje me policin, por të largohen drejt kuvendit. Edhe vetë protestuesit po i bëjnë thirrje njëri tjetrit që largohuni dhe bashkohuni për të shkuar drejt kuvendit, aty ku pritet edhe të jetë vazhdimi kësaj proteste të tretë kombëtare të Partisë Demokratike. Po, janë pamje të cilat na tregojnë këtë që sa po the, janë protestues që po largohen. Pjesëmarrja është Lida, pjesëmarrja e matët të 24 janarit, si u duk dinamika kësaj radhe? Por ndoshta jo shumë e ngjashme, ndoshta protesta 24 janarit ishte pak më e fortë në shprehjen e revoltës me bombat artizanale. Pjesëmarrja pothuajse Mirela ishte e njëjtë, bulevardi kishte mbi zotërim të opozitarëve kundër qeverisjes së Edi Ramës. E ngjashme me protestën e 24 janarit, duket se po ndjekin të njëjtin skenar. Ndryshimi këtë herë ishte vetëm që protestuesit u përpoqën të depërtonin në brendësi të kryeministrisë, një skenë pak a shumë më e vogël në krahasim me 21 janarin e Partisë Socialiste të shumë viteve më parë. Megjithatë, Partia Demokratike veproi krejt ndryshe, i tërhoqi protestuesit e saj për në një tjetër vend proteste që do të jetë kuvendi. Megjithatë, në ligjërim ajo që ra më shumë përshtypje e Mirela ishte fundi i fjalimit të kryedemokratit Sali Berisha, i cili e zhveshi veten totalisht nga të qenurit kryetar i Partisë Demokratike dhe si qytetar kërkoi që të gjithë opozitarët të bashkohen, të gjithë forcat të bashkohen për një qëllim të përbashkët, largimin e Edi Ramës dhe çuarjen e vendit në zgjedhje të parakoshme, të lira dhe demokratike. Ndoshta ky ishte edhe mesazhi më i fortë që i prin edhe një tryeze të pritshme mes aktorëve opozitar në ditët në vijim. E qartë, dhe ndërkohë vinë ndjes për zërin, ndërkohë vinë reagime edhe nga krau përballësh Tauland Balla, i cili në rrjetin e tij social Facebook shkruan 2 fjalë përfundën e protestave të Bufit, ku sulmojnë punonjësit e policisë dhe institucionet, ndoshta për të fshehur me type flak dështimin e tyre, dhe ka një reagim zoti Balla referuar një plan